Dy subjektet politike në Gjilan, Vetëvendosje dhe AAK, ndonse në nivel lokal i takojnë taboreve të ndryshme, pozit-opozit, kur bëhet fjalë për tema të rëndësishme nga niveli qendror, ato bëhen bashkë si pjesë e opozitës së bashkuar. Përfaqësuesit e këtyre subjekteve sot kanë mbajtur një konferencë me media në të cilën kanë ftuar qytetarët Gjilanas që të njëjtën më 26 mars të bashkohen protestës së paralajmëruar që më parë në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Luana Aliu, antari kryesisë së lëvizjes Vetëvendosje në Gjilan, ka thënë se opozita e bashkuar si për herë që nga momenti i nënshkrimeve të marrëveshjeve antikushtetuese nga kryeministri dhe ish-zëvendës kryeministri është e vendosur për të vazhduar duke protestuar në mënyrë paqësore, duke theksuar mëtej se qeverisja tanishme ka bërë shkelje kushtetuese dhe e ka delegitimuar veten e saj, ndaj sipas tij kjo qeveri përveç dorëheqjes duhet të japë edhe llogari. Edhe protesta e radhës që do të organizohet me 26 mars në orën 2 në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, interesimi i qytetarëve të Gjilanit është shumë i madh. Nëse opozita e bashkuar në Gjilan jemi kujdesur që për pjesëmarrësit në protestë që nuk kanë mjete për të udhëtuar në Prishtinë, që sigurojmë autobuset në mënyrë të organizuar. Autobuset sikur herën e kaluar, domthonë edhe tash bëhet organizimi nga sheshi i shkollave të mesme këtu në Gjilan, prej orës 11 fillon tubimi i njerëzve të grumbullohen aty dhe prej orës 11 deri në orën 12 fillon nisja drejt Prishtinës, drejt kryeqytetit. Ndërkaq i Bishi, nënkryetari degës Aleancës për Armërinë e Kosovës në Gjilan, me këtë rast ka thënë se sikurse protesta tjera, edhe kjo e radhës do të organizohet në mënyrë të njëjtë dhe do të jetë paqësore dhe se pritet pjesëmarrja të jetë edhe më e madhe, duke vijuar mëtej se kjo qeveri duhet të bie apo dorëhiqet për t'i lënë mundësi zgjedhjeve të reja. Ftojmë qytetarët të gjithë pa dallim partie, sepse nuk është në pyetje këtu parti opozitare apo pozitare, protesta, nuk e ka kuptimin që të protestohet ose të rrihet kundër një partie, po këtë është qëllimi i mbrojtjes së shtetit të Kosovës. Kështu që më 26/3/2016 ftojmë qytetarit të jenë pjesë e kësaj proteste duke filluar në orën 14 në sheshin Skënderbeu. Në fund të kësaj konference, përfaqësuesit e opozitës së bashkuar u janë përgjigjur edhe pyetjeve të ndryshme të gazetarëve në lidhje me organizimin e protestës, si dhe pritshmëritë e tyre, ku është vlerësuar se pritet që protesta të ketë efektin e duhur, siç ka ndodhur në protestat e kaluara. Opozita e bashkuar në këtë konferencë është shfaqur e vendosur se nuk duhet ndaluari së reaguari dhe se qytetarët duhet ngritur zërin në mbrojtje të shtetit të Kosovës. Zgjidhja e vetme është theksuar se mbetet në zgjedhje, të cilat sipas opozitës së bashkuar patjetër duhet të mbahen me qëllim që të ndryshojë kjo situatë.